Prokuroria publike dha fjalën përfundimtare nga precizimi i akt akuzës për rastin lagja e trimave, duke referuar dëshmive materiale, informacioneve operative dhe masave të veçanta hetuese. Grupi i Kumanovës ka pasur 2 qëllime. Grupi është rekrutuar nga luftarë të mëhershëm. Një pjesë e tyre në Maqedoni ka ardhur për qëllime politike, ideologjike dhe kombëtare, ndërsa pjesa tjetër për qëllime financiare. Aktakuza e prokurorisë pjesëtarët e grupit i ndau në organizator dhe pjesëmarrës. Referuar organit të akuzës, organizator të luftës në lagje të trimave janë Beg Rizaj, Mirsad Ndrecaj, Xhafer Zymberi, Ziadin Krasniqi dhe Andi Krasniqi. Samiu Kshini, i njohur si komandant Sokoli, akuzohet vetëm për pjesëmarrje në organizatë terroriste dhe terrorizëm. Mbrojtja kundërshton aktakuzën. Sipas avokatëve mbrojtës, prokuroria publike nuk është e sigurt në verzionin e saj. Mendoj që ky kombinim është po ashtu një pasiguri nga ana e prokurorisë, motivin ende nuk e ka detektuar, por motivi sipas neve, falas mbrojtës, është vetëm kauza për popullin shqiptar dhe asnjë motiv lukrativ nuk vjen domethënë konsiderim pas që ka pas ndonjë prezantim të prova për diçka ndryshe. Familjarët e të akuzuarve nuk besojnë se grupi ka luftuar për përfitime materiale. Ata kërkojnë ndihmë juridike ndërkombëtare, duke shtuar gjithashtu se rasti duhet të hetohet nga Prokuroria Speciale Publike. Unë po ju bëj një pyetje, në të mdel një njeri që është fukaraje më i madh në shqiptar, a kishte me dal me shku me luftu për shembull për pare. Po këta kanë ardhur vetëm për me bë kërkesë, me u tërheq vërejtjen këtyre politikanëve çiftit të Ali Ahmetit, Artan Grubat e tashmë sti përmendi, edhe mendu thotë që nuk ka më e mirë. Familjarët e të akuzuarve për logjistik, kryesisht nga fshati Hotel i Likovës, konsiderojnë se djemtë e tyre në këtë rast janë infiltruar nga një agent i drejtorisë së sigurisë dhe kundërzbulimit, po nga ky fshat. Ai është me emën. Ai janë direkt Nimetullah Abdullahi. Ai i ka shtenë atë lojë. Si ai interesat e vet i këshirë, ai ka këshirë të bëhet me Çina më tepër, pse gjik fshatin ai smërzitet hiç, se na çati jetoj më 72 vjeçar jam. Organi i akuzës në seancë lexoi një pjesë të madhe të bisedave të përgjuara si materiale të siguruara nga masat e posaçme hetuese, të zhvilluara kryesisht në fillim të muajit maj dhe gjatë ditës së luftimeve. Nga këto biseda mësohet se targeti i masave të veçanta hetuese kanë qenë kryesisht pjesëtarët e logjistikës, ndërsa të përgjuar kanë qenë edhe pjesëtarë të grupit nga Kosova, të cilët kanë shfrytëzuar numra telefoni nga operator maqedonas. Në seancën e ardhshme mbrojtja do të ketë fjalën për kundërshtimin dhe precizimin e aktakuzës për luftimet e 9 dhe 10 majit të vitit 2015 në Kumanov. Për terrorizëm akuzohen 37 persona. Luftimet e atëhershme lanë viktima 8 pjesëtarë të policisë dhe 10 pjesëtarë të grupit të armatosur.